Agjencia për ndihmë juridike e falas ofron ndihmë juridike në të gjitha limit juridike, po fusha që më shumë të është e mbuluar nga agjencia është në lëmin administrative. Mund të themi se dikon 60% të rasteve që trajton Agjencia për ndihmë juridike e falas janë në lëmine administrative, e që kjo nënkupton që me ligjin e ri në rastet kur ne jemi në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë, ne jemi po ashtu kundër ekzekutivit, për shkak se i përfaqësojmë palët që kanë vendime qoftë refuzuese që merr ekzekutivi, qoftë Ministria e Punës, Financa dhe Transfere, që për shembull për pension, çështjet pensionale apo edhe çështje tjera nga aspekti social, që ato vendime nëse janë refuzuese ne duhet të mbrojmë palët në procedura qoftë administrative dhe gjyqësore. Pra dikon 60% e rasteve janë në çështje administrative, pastaj çështje tjetër e mbuluar është çështje civile, dhe këtu hyn çështjet familjare, pronësore e tjera, si dhe çështjet penale është një numër më i vogël, duke i ditur se çështjet penale në rastet kur kemi bëjmë ex officio, kur është vepra penale e dënueshme më shumë se 5 vjet bazuar në kodin e procedurës penale, duhet të sigurohet një avokat ex officio nga qoftë policia, prokuroria apo gjykatat. Në këtë rast agjencia i trajton ato raste kur vepra është e dënueshme më pak se 5 vite, si dhe në çështjet kundër vajzës kemi një numër më të vogël. Pra sa i përket mbulojshmërisë edhe sa agjencia nuk po arrin me mbulu, unë mendoj që Agjencia për ndihmë juridike falas nuk e lën asnjë qytetar pa çastjen e drejtësisë, dhe në momentin që një qytetar i drejtohet agjencisë, ne i ofrojmë ndihmën juridike falas nëse bën pjesë, është përfitues i ndihmës juridike. Pra asnjëherë nuk na ka ndodhur që mu kthy një qytetar që nuk i kemi ofruar ndihmë juridike falas nëse i ka plotësuar kriteret apo se nëse ka qenë kategori e veçantë përfituese. Natyrisht ndërgjegjësimi do të jetë më i madh dhe qytetarët të informohen lidhur me shërbimet që ofrojmë, dhe ndoshta më pastaj duke ditur se janë shtuar gama e përfituesve me plotësim ndryshimin e ligjit për ndihmë juridike falas, ndërsa në fakt buxheti i agjencisë ka mbetë pothuajse i njëjtë. Kjo nënkupton që buxheti i agjencisë ish dashur me rrit edhe më bëm në përputhje me ndryshimet ligjore që janë bërë dhe masi është shtu gama e përfituesve të ndihmës juridike falas. Buxheti është pothuajse i njëjtë, edhe pse janë shtruar numri i përfituesve në këto kategori dhe janë përfitues direkt, pa i shikuar fare kritere për përfitim të ndihmës juridike falas. Shpresojmë që në të ardhmen ky buxhet do të ndryshojë edhe do të bëhet edhe ngritja kapaciteteve të agjencisë dhe do të ofrojmë një ndihmë edhe më cilësore bazuar në buxhetin që do të shtohet agjencisë. Shpresojmë ndryshimet ligjore që pritet të bëhen me ligjin e ri për ndihmë juridike falas, si grup punues, si pjesë e grupit punues, do të japim kontributin tonë që të fuqizohet Agjencia për ndihmë juridike falas. Zonja Breznica, cilat janë kërkesat më të mëdha që vijnë tek ju si organizat nga gratë për t'ju ofruar ndihmë juridike, dhe çka prej këtyre kërkesave arrini që të realizoni vetë, dhe cili është bashkëpunimi me organizatat e tjera, sa arrini që këto kërkesa t'i përmbushni? Atëherë rrjeti i grave të Kosovës shpesh herë është dera e parë për viktimat e dhunës në baza gjinore. Shpesh herë viktimat ndihen shumë të pafuqishme edhe nuk kanë guxim me shku deri në stacionin e policisë për me raportu dhunën të cilën ato e kanë përjetuar, sepse nuk e dinë krejt procesin e drejtësisë dhe mbi gjitha nuk janë të informuar se çka do të më bëj tutje. Përveç kësaj, rrjeti i grave të Kosovës e përmenda edhe më herët që ka avokatë të angazhuar, kemi edhe monitoruese dhe këshillues ligjor brenda zyreve tona. Kështu që i presim viktimat në zyret e tona, i këshillojmë ato për krejt procedurat të cilat duhet me i ndjek tutje. Ka dhe raste të shpeshta kur na shkojmë me viktimat deri në stacion të policisë, qoftë me raportu rast apo deri tek institucionet e tjera që janë mbrojtësit e viktimave, kushdo tjetër që i fton të qendra për punë sociale, në mënyrë që të jemi më afër me viktimat edhe të këshillojmë ato në kohë reale kur vetë se janë duke dhënë deklarat apo duke u këshilluar prej institucioneve tjera relevante. Rrjeti i grave të Kosovës ofron ndihmë juridike falas për gjitha viktimat e dhunës në baza gjinore, duke përfshirë këto edhe viktima të dhunimit, të ngacmimeve seksuale, sulmeve seksuale, dhunës psikologjike, dhunës fizike. Përveç kësaj vlen të përmendet gjithashtu që edhe në raste të shumta kemi bashkëpunuar me IKD, posaçërisht në raste të dhunës online, se një ndër format më të reja të dhunës me të cilën është duke u kanuar vazhdimisht jeta e grave dhe
vajzave në Kosovë, gjatë për cilën nuk kemi as legjislacion të duhur për me adresu këtë formë të dhunës. Vlen të përmendet që institucionet kompetente nuk kanë as njohurit bazike madje për me adresu një rast të dhunës online, kurse mundemi me thonë që është një dhunë që shpërndohet jashtëzakonisht shumë, edhe është presioni jashtëzakonisht i madh tek viktimat. Përveç kësaj, me IKD-n kemi pas edhe raste të shumta, të cilat gjithmonë kemi rezultu me sukses, edhe bashkëpunimi jonë deri tani është jashtëzakonisht i mirë. Gjitha rastet që rrjeti i grave të Kosovës i kanë mbështet edhe në civile edhe në penale. Vlen të përmendet që gjithmonë kemi pas dënime të meritueshme për dhunuesit dhe në anën tjetër mbështetje të duhur për viktimat të dhunës në baza gjinore. Faleminderit shumë. Zonja Rezniqi, cilat janë çështjet juridike që janë më së paku të mbuluara e për cilat ka nevojë që të ketë kapacitete shtesë? Realisht, na ma shumë i shohim përfitus, do të thonë ato që më tepër ka nevojë, sepse ato e shohim më lehtë në aspekt të statistikave, se cilat raste vijnë më shpesh dhe cilat ballafaqohen. Pothuajse ngjajshëm sikurse me Agjencinë për Ndihmë Juridike falas, edhe ne raste të natyrës administrative janë raste që i kemi më të shpeshta në veçanti vitet e fundit. Prandaj edhe kjo është pikërisht një tregues tjetër kur sa është e rëndësishme pavarësia e agjencisë në veçanti në këtë rast, pikërisht që të mos ballafaqohen në të njëjtën gjykatore dy agjenci të cilat janë për brenda Ministrisë së Drejtësisë. Këtë rast, kështu që për më kthy te kjo çështje, në anën tjetër ka kategori të ndryshme të caktuara, të cilat ndoshta pikërisht si pasojë mungesës së ndërgjegjësimit për me u drejtu në kuadër të qoftë agjencisë apo organizatave të shoqërisë civile nuk arrin që me i ndjek të drejtat e tyre. Besarta përmendi tash në fund, realisht punën që po e bëjmë në vazhdimsi në rastin e adresimit të rasteve të dhunës digjitale. Këto pikërisht janë raste ndoshta që ende nuk po arrin të adresohen si duhet, në për shkak që nuk ka mjaftueshëm ende një bazë të qartë ligjore që adreson si duhet këtë çështje, por edhe në dy për shkak të faktit që është e paqartë edhe prej vetë viktimave që janë të kësaj dhune, se si ta adresojnë, si të shkojnë tutje, dhe është një farë frike edhe nga stigmatizimi, edhe nga një çështje e përgjithshme e asaj se si do të perceptohet një situatë e caktuar, por që realisht fal bashkëpunimit që i kemi edhe me rjetin, por edhe fal punës së përgjithshme që arrim ta bëjmë shpesh edhe në terren me kolegët e ekipeve mobile, arrim që të jemi afër edhe në situata të grupeve të tilla, edhe të kategorive të tilla, por edhe është shumë e nevojshme në veçanti tek komunitetet jo shumit, sepse ne shohim që sa herë që mbërrim që në një kampanjë të caktuar të arrijmë të jemi afër tyre për t'ju tregu mundësitë e marrjes së ndihmës juridike falas, gjithmonë ka raste që lajmërohen dhe që kërkohen që të adresohen këtë pikë. Prandaj në përgjithësi ndoshta mund të them që grupet më specifike, të cilat kanë çështje të ndjeshme, por çështje sa më specifike, janë në mënyrë të përgjithshme ato tek cilat nuk arrihet që të shkohet sa duhet përmes ndihmës juridike falas, sepse rastet e përgjithshme të cilat i dëgjojmë çdo ditë dhe i shohim në aspekt të përgjithshëm normalisht se adresohen. Të fundit kanë qenë për shembull rastet e çështjeve të pensioneve të dy fishta, të cilat kanë filluar si një rast, dy rast, tre rast, dhe kemi mbri në një pikë ku vetëm për shembull prej zyrës tonë kanë shku gati mbi 900 padi, rreth 1000 padi, domethënë në gjykat vetëm për këtë natyrë të rasteve dhe për një periudhë shumë të shkurt brenda një viti e pak po flasim. Kështu që domethënë kjo është një situatë kur qytetarët informohen mbi mundësitë për një të drejtë që e kanë dhe pastaj automatikisht numri i kërkuesve të ndihmës juridike falas në këto raste rritet, ose tash kur ne vetë pas një viti e gjys, dy kur që i kemi nicu këto raste kemi filluar të pranojmë aktgjykimet pozitive përpall që i kemi përfaqësuar dhe tash automatikisht i kemi një valë të dytë të rasteve të atyre që ndoshta nuk kanë qenë shumë besues në gjithë procesin se do të arrin ta realizojnë dhe tash po e shohin në mënyrë të prekshme prej qoftë familjarëve ose rrethit dikujt që kanë arritur me realizu këtë drejtë dhe për ta tash është e besueshme që mund të realizojnë drejtat e tyre edhe përmes ndihmës juridike falas, edhe pa pagu diçka, domethënë thjesht me realizu një drejtë, kështu që e gjithë ky proces në farë forme është i tillë që shkon dhe në momentin që diçka realizohet është shumë më e lehtë që pastaj qytetarët të vinë dhe drejtohen direkt për të kërkuar drejtat e tyre.